mendojnë se të kesh fjalën, komunikimin, pjesë të përditshme të profesionit tënd, të bën ty më të zotin për të shprehur mbi ndjesitë, përjetimet, emocionet. Në fakt për mua, kjo duhet të na bëjë më të kujdesshëm dhe më të përgjegjshëm. Sot pas më shumë se 2 dekadave me mikrofon në dorë, një bllok shënimesh dhe kuriozitetin për te i lajmit, mendoj se më e rëndësishme se historia është rruga që ne zgjedhim për të shkuar tek njeriu. Unë jam Esmeralda Keta, një nga 10 vajzat e gratë që në këtë Shqipërinë tonë të vogël vrapojmë çdo ditë në terren për të merituar titullin gazetare.